Miq të dashur, se takohemi edhe sonte në këtë ambient të bukur, në këtë net të bekuara të Ramazanit. Tashme kur po i ofrohemi pothuajse fundit të Ramazanit, na mbetet ta lutim Zotin xhallashanuhu të na ketë pranuar punë dhe veprat që e kemi bërë deri këto, e të na shtoj zellin dhe përkushtimin në pjesën e mbetur të Ramazanit. Sonte kam një mysafir të veçantë, një nga hoxhallarët dhe profesorët gjithashtu të nderuar, me cilin do të trajtojmë një çështje jashtëzakonisht të rëndësishme. Se për cilën bëhet fjalë, do ta shohim në vazhdim. Por spari i dëshirojmë se ardhe hoxhës Muhamet Dermako. Mësë Gjeta, faleminderit për ftesën. Hoxh, kënaqësi që të kemi sonte mesin ton. Kënaqësia është edhe imja patjetër në këtë ambient të bukur, që në fakt në këto net mendoj se kudo që njeri gjendet, kalon mirë për shkak të frymës së Ramazanit. Mos flasim kur jemi në ambient të xhamis, kur jemi me biseda që flasim për zhvillimin ton në përgjithësi. Në këtë rast edhe për mua është privilegj që jam me ju në emision që tani po luni rolin e mikpritësit dhe të gazetarit, edhe pse e di që për të trajtuar këtë tema që na keni kënaqur në këtë Ramazan, Allahu ju nderoft, me gjithë musafirët e juaj, e di se keni qenë të aftë t'i bëni vetë, por keni dashur ta ambientoni edhe më mirë këtë. Kënaqësia është jone gjithsesi. Po do të fillojmë me një pyetje të drejtë për drejtë. A lind njeriu i udhëzuar apo udhëzimin e kërkon dhe e gjen gjatë jetës së tij? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Shiku në tekstet e Kuranit edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njeriu në parim lindet i udhëzuar. Derisa jeta jon në këtë botë është e shkurtër dhe nëse do t'i lihej përvojave tona, respektivisht, me thonë më mirë, dështimeve tona në jetë, derisa ta kuptojmë se ishte kjo rrugë e gabuar ose ajo tjetra do t'ishte më e mirë, që shumë herë njerëzit udhëzimin e caktuar do ta gjenë kësaj, atëherë i bie se në një mënyrë apo tjetër do të jenë të vonuar ta gjenë atë udhëzim. Por në parim, Allahu i plot fuqishëm ne na ka kriju në atë natyrshmërinë e pastërt, që sikur përmenda edhe ajeti Kur'an, fitrat Allahi allati fatara an-nasa 'alayha, është natyrshmëri e pastërt e plot që njerëzit janë të gatshëm ta njohin Allahun dhe ta pranojnë. Disa prej komentuesve të këtij ajeti ose të këtij kuptimi të fitrës thonë, fitra është vetbesimi që njeriu ka në vetvete. Disa thonë fitra është pastërtia që është i gatshëm ta pranojë besimin. Nëse kjo e dyta është, pra i bie se nuk është i udhëzuar, por e pret udhëzimin, ndërkaq në atë parën i bie se udhëzimin në fakt e ka, por shiku nga hadithi tjetër, pra i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e sqaron bukur mirë këtë ajet, pra është se njeriu në parim është i udhëzuar, por ambienti është, njerëzit, klima, rreti, thumma abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, thotë janë sikur prindrit janë ata që pastaj japin orientim tjetër të caktuar, po të ishte e mundshme që njeriu të lihej krejtësisht i pavarur, po të ishte e mundshme që ai të mos kishte nevojë për faktorin njeri në jetë që të zhvillohej, pra në kuptim të gjithdhanjes e tjera, e që nga ata mëson gjuhën, e duke mësu gjuhën, duke mësu edhe gjëra tjera, mëson edhe adete, respektivisht besime tjera, pra po të ishte e mundshme që një njeri të lindej i madh i zhvilluar, që në ditën e parë do të ishte edhe besimtar. Pra, bazë të përshkrimit edhe të detajzimit
cilën e bane hoqë, në delë se ambienti ku njeriu jeton është një lloj përcaktuesi i besimit të tij. A do t'i mjafton të njeriu që nesër kur del para Zotit të arsyetohej me ambientin cilin ai është rrit dhe ai ka jetu, apo njeriu është përgjegjës që të kërkoj diçka më shumë, pra të kërkoj udhëzim, të gjurmoj për saktësinë e besimit të tij, të bëj krahasim me besimit të tij me besimet të tjera, pra thjesht që të mos jetë një pasues i verbër i asaj që njeriu e kalon komplet jetën e tij. Pra a duhet ta kërkoj njeriu besimin, udhëzimin, edhe thjesht shfaqjen e natyrshmërisë së tij. Në parim, nëse në ditën e gjykimit pra njerëzit kanë nevojë, dhe njeriu është në atë kuptimin çdo herë në jetë. Si fëmijë kur jemi që kur e bëjmë fajin gjithmonë gjejmë arsye për të arsyetuar pse u thy kjo ose pse ndodhi ky gabim. Edhe në ditën e gjykimit do ta luajmë këtë rol, do të mundohemi që të gjejmë arsye dhe në këtë rast ndonë se i duam më së shumti dhe na dhim pse më së shumti prindrit, jemi të gatshëm që fajin të abartim atyre se ata na ambientuan kësaj. Mirë po, nëse njeriu vdes si i vogël, për këtë edhe këtë barë Allahu nuk ja ka lënë në fakt atyre, sepse fëmijët që vdesin do të bëhet një test për ta special nëse vinë nga familje jo islame. Ndërkaq për fëmijët e muslimanëve nuk do mend se ata janë banorë të xhenetit. E në fakt disa prej dietarëve thonë edhe fëmijët e tjerë do të jenë banorë të xhenetit. Mirë po... Që është argument i mjaftueshëm i pastërtisë, patjetër. Por në anën tjetër, gjersa në jetën tonë të përditshme kemi shumicën e njerëzve janë që rriten, zhvillohen, pra kalojnë në për etapat të ndryshme dhe tashmë edhe udhëzimi i mirë i prindve ndoshta nuk ju mjafton. Se mos lasëm mos udhëzimi. Pra në fakt edhe nëse thuhet babai më ka mësuar që unë t'i fal 5 kohë të namazit, por unë nuk kisha ditë se ka edhe më shumë, ka edhe namazë nafile. Jam mësuar që ta agjeroj Ramazanin, por nuk kisha ditë që kishte edhe ditë të tjera dhe jashtë Ramazanit që mund të agjerohen. E shumë gjërat të tjera, pra nuk mund t'i lidh faji, po baba s'ti ka mësuar atëherë leja fajit ati, jo. Ka kusht t'i mëson ato, por e jotja është që të gjurmosh. As më tepër kur e kupton në vazhdimsi dhe njerëzit më të mëdhenj dhe dietarët më të famshëm të Islamit, kur nuk janë mjaftuar me udhëzimin e tyre që kanë pas. Dhe jo rastësisht kjo lidhet shumë ngushtë dhe me vetë përmbajtjen e surës Fatiha, që ne në këto net të Ramazanit, gjersa namazin e teravive falim pra me imam dhe imam i lezon me zë, pra ndonjëherë të duket monotone pse duhet kjo surja të përsëritet në çdo rekate kaq shumë. Pra të kërkojmë udhëzim dhe të kërkojmë udhëzim në mënyrë të vazhdueshme është kërkesë, mësim hynor i Allahu xhalla xhelaluhu që ne na thotë se njeri çdo moment ti mund të devijosh, në çdo moment ti mund të largohesh nga rruga që e ke. Dhe nuk janë vetëm prindrit dhe rreti ku ti urrite, e ambienti ku urrite, po ka dhe faktor të tjerë që ti mund të jesh edhe vetë, ti mund të jesh edhe nga puna, edhe nga pasuria, edhe nga sprova ti mund të ndikohesh. Varet për llojit sprovës dhe varet për pasurimit të saj çfarë ke. A mendon se kjo sprovë është rezultat i ndonjë neglizhencës tënde, ndonjë aksidenti që ke pas, ose ndonjë incidenti që ke pas me dikën tjetër, ose edhe ti tash je duke kërkuar dhe gjurmu fajtorin se si erdhi deri ajo, apo e kupton se tash është ka të sprovohet sabri jot. Dhe kësaj ti ke nevojë për udhëzim të vazhdueshëm, kështu që nuk duhet asnjëherë të neglizhohet çështja e nevojës për udhëzimin. E bukur shumë, domthonë Allahu xhalla shanuhu na ka mësuar që çdo recat ta kërkojmë udhëzimin. Po, ta lutim Allahun xhalla shanuhu për udhëzim. Kë tregon nevojën dhe vlerën e jashtëzakonshme që ka udhëzimi. Përderisa madje në surën Fatiha, në surën se në çdo recat e këndojmë, Allahu na ka mësuar edhe çka ta lutim atë. Madje është
domethënë lutja e parë që ja bëjmë Allahu xhalla shanuhu, se deri tek ky ajet janë lavdrim dhe madhërim i Allahut subhanahu wa taala. Patjetër. Ai bie kjo hoxhë nderuam se Allahu xhalla shanuhu e ka lehtësu pastaj udhëzimin dhe ka ofru dyer dhe porta tek të cilat duhet ta gjejë njeriu udhëzimin. Sa është i vështirë pastaj udhëzimi, sa është i paarritshëm udhëzimi. Pse përderisa Zoti na ka mësuar ta lutim atë, që të na udhëzoj. Dhe un po besoj se është i lehtë udhëzimi. Apo? Padyshim. Çështja propombetet te moskërkesa e njerëzve këtij udhëzimi, apo kur në aspektin e përgjithshëm ne shohim se edhe në bazë të argumenteve e dim që shumica e njerëzve nuk janë të udhëzuar. Pra, a është problemi te vështirësia e gjetjes së udhëzimit apo te moskërkesa e njerëzve për ta gjetur udhëzimin e duhur? Dyet këto janë faktor që ndikojnë, por është edhe një faktor i tretë pra që nuk përdoret metoda e mirë për ta gjetur udhëzimin. Fillimisht ne nuk kemi dyshim atë që hoxhallarët në përgjithësi, po e them tash në këtë rast, ju imamët khutabat që jo pahiri e lexoni atë pjesën arabisht të hutbes, ndonse komuniteti ndoshta nuk e kuptojnë, por gjithmonë edhe ua përktheni atë pjesë njerëzve, pra kërën udhëzon Allah nuk ka kush e humb. Dhe humb Allah nuk ka kush e udhëzon. Ne nuk dyshojmë që fundja udhëzimi është dhuratë. Edhe këtë dhuratë duhet ta kuptojmë si të tillë dhe të jemi po ashtu falënderues te Allahu xhalla xhelaluhu që na ka dhënë udhëzimin. Kësaj pra, ne vetë udhëzimin nuk do të kishim ditë me gjetë se si, po të mos ishte udhëzimi prej lartë se si kërkohet ai. Udhëzimi për udhëzimin në një farë forme, pra Allahu xhalla xhelaluhu ka dërgu pejgamber, ka zbrit libra dhe për ne muslimanët Kur'ani e me tekst veçantë ti e din se çfarë vlere i është dhënë kësaj surës Fatiha, surja e cila hap Kur'anin dhe është quajtur Kur'an në vete. Domethënë më është dhënë Kur'ani dhe diçka si ai me të, që do të thotë kjo shtatë që i përsëritun, do të thotë që simbolizohet në surën Fatiha, është shumë domethënës. Ne do t'i kërkojmë Allahut udhëzimin, por para se t'i kërkojmë Allahut, sikur na tregoj se si do të ndodhë. Ne do t'jem falëndërues ndaj tij. Falëndërimi po që se nuk jem në gjendje ta bëjmë në mënyrë shumë konkrete. Para se ti jesh musliman ose jo musliman, a je njeri? A nuk e shef veten se je në formën më të bukur? A nuk e shef se nuk je se po jeton në vendin më të mirë të mundshëm? Toka nuk përmendet si planeti më i bukur, por ose si diçka që është privilegja më e madhe. Xheneti është ajo. Domethënë mund të themi mbi qej janë ato privilegjat e mëdha që inshallah i gëzojmë në botën tjetër. Por gjithsesi ti je ky dhe je në një vend, sikur më thonë, një shtet i vogël, por pesha jote është e madhe. Je në një planet të vogël, por dielli për ty lind dhe përëndon, sepse je njeri. Je krijesë, nuk je shumë e madhe, por je më i fuqishëm. E ti je më këmbësi i gjitha krijesave të tjera, jo vetëm në tokë, por edhe jashtë saj. Ti je ai personi që Zoti të begatoi me urtësi, me arsye, me mendje, i vetmi që logjikon. Pra, i vetmi që kur mëson një fjalë, nuk e mëson ta thuash, sikur të themi si papagall, pra që të mësosh tingujt dhe të përsëritësh atë, po e kupton kuptimin e tij. Ti je njeri që tash unë me thënë një fjali ose një fjalë, mundet të skuqet fytyra në mënyrë automatike, a unë nuk kam godit me asgjë. Pse? Sepse fjala ka kuptim, kuptimi arrin te mendja jote ndikon te emocionet, thu, më fyni hoxha, më shajti hoxha. Edhe e kundërta, mund ta sjell një buzëqeshje
që ndikohesh poshtu prej asaj fjale. Ti je ky njeriu dhe duhet ta kuptosh origjinën e këtyre mirësive, ka e ke. Pra, është falënderimi. Pas falënderimit duhet ta njohësh se ti e falenderon dhe duhet t'i përmendesh të paktën disa emra prej emrave të Zotit që janë më të bukur, në këtë rast mëshirën ta përsëritësh dhe ta kuptosh një gjë shumë madhore. Gjithë njerëzit mund të kenë nga pak pushtet në këtë botë. Mund të jetë i larmishëm ose e larmishme fuqia që njerëzit e kanë her pas herë dhe ndikimi i tyre te ti. Por një gjë ta dish, në ditën e gjykimit nuk ka Zot tjetër, nuk ka sundues tjetër, nuk ka mbret. Ai është Zoti. Andaj ihdina siratal mustaqim. Roli njeriu në mendimin e thellë për veten e tij, për të gjitha ato që i përmende, për reagimin ndaj begative dhe mirësive të cilat ai i posedon, njohjen e madhështisë së Zotit. Të gjitha këto, cilat ne po i përmend ndoshta si rezultat i udhëzimit, sepse njeriu i pa udhëzuar të gjitha këto, megjithatë do të shesit procese të zakonshme ose si diçka e cila nuk ka ndonjë qëllim ose nuk ka ndonjë objektiv caktuar. Kur po flasim për udhëzimin dhe po flasim për gjetjen e këtij udhëzimi, ai ka ndihmu Zoti xhallashanuhu dhe domethënë të përmende ndoshta kalimti, por që unë po duam të ndalem pak ndoshta pak më gjatë për shkak të rëndësisë që unë besoj që e ka kjo pjesë. Pos gjitha këtyre të cilat i përmende, ai ka ndihmu Zoti xhallashanuhu njeriu edhe me dërgimin e të dërguarve. Është një nga argumentet e mëdha se Zoti don udhëzimin e njeriu dhe don që ai të jetë i udhëzuar, don të jetë i shpëtuar, madje duke i dërguar të dërguar special. Ne sot shohim në jetën e kësaj bote kur dikush don me i bë dikuj mirë, madje edhe në aspektet globale dhe politika të ndryshme, varësisht nga roli, varësisht nga pozita e tij në cilën e dërgon, tregon edhe seriozitetin, peshën edhe bartjen e çfarë do të mesazhi që dikush do ta dërgoj. Dhe nëse flasim këtë rast, a ishin pejgamberët bartësit e këtij mesazhi të rëndësishëm dhe cili duhet të jetë as roli jonë përballë të dërguarve në raport me udhëzimin që ata na kanë sjellë. Padyshim, të dërguarit janë argumenti më i gjallë për udhëzim. Mirë po, ti e përmende fjalën të dërguar në mënyrë të vazhdueshme dhe ne në fakt si nacion xhallarët e kemi për qëllim profetët, pejgamberët, por nga fjala mund të kuptojmë të dërguarit janë të vazhdueshëm, nuk janë vetëm profetët. Dërgesat e Allahut xhelaluhu ose ushtritë e tij ose alarmet e tij janë të njëpasjeshme, sepse ne, sidomos, njerëzit të kësaj kohe, megjithatë ka mbi 1400 vjet toka që s'ka pas profet. Dhe mund t'i duket dikuj që janë mitologji, që janë historitë së kaluarës që ka pas profet, ka pas të popull primitiv, të njerëz të pazhvilluar, të njerëz të parahistorisë, të historisë së lashte e kështu me radhë të mesjetës. Por më duhen mua ata shembuj kur unë jam tash në kohën moderne ose postmoderne dhe mendohet se ndoshta ata argumentet e tyre kanë përfunduar. Por ja, Zoti është i gjallë dhe ne kemi argumente të njëpasjeshme. Dhe varësisht për cilat kemi nevojë, ne pajisemi me to. Ne e shohim shpeshherë pa aftësinë tonë fillimisht. Ne e shohim aftësinë e madhe të dikujt tjetër që ne ndoshta nuk e shohim, por ja shohim gjurmët. Ne me dërgimin e pejgamberëve, me librat e shpallur, me pastaj thirrjet e ndryshme që kanë ardhur të njëpasjeshme, po ashtu edhe me faktet e tjera që vetë pejgamberët, edhe pse kanë qenë burrat më të mirë nga mesi i popujve të tyre, nuk do të thotë se janë përkrahur, se janë besu një zëri. Edhe ata kanë pas nevojë që të mbështeten me mrekulli, me mucize. Pra njerëzit sikur e dojnë pak atë argumentin e jashtëzakonshëm ta shohin. Dhe ne po ashtu ato argumente i kemi në mënyrë
kohë paskoshme dhe ju Ne për shembull e përmendë pejgamberin alajhi dhe përmendë periudhën e gjatë kohore 1500 afër 1500 vjet që s'kem pejgamber. Po. A kalon diçka pejgamberi sa nga këto mrekulli? Po për ne besimtarët kjo nuk çon pesh, pse janë 1500, sepse ne në fakt e besojmë atë njësoj. Dhe dikujt ndoshta i duket që po e teprojmë së përmendur një njeri që ka kaluar në amshëm që 1400 vjet. Të paktën se kem askushëria, se kem parin e fisit, edhe i duket se po e arabizon edhe fen, ne jo pahiri kur falim namaz, pra salavatet ibrahimie, gjërat e tjera, pra që e përmendim dhe vazhdimisht e kem në gojën tonë, në ezanin tonë, 5 herë në ditë në xhamit tona përmendet ky njeri. Pra për ne është sikur të ishte gjallë, po unë po duhet të them për njerëzimin përgjithësi që mendojnë se ndoshta ky udhëzim është arkaik i vjetër, pra cili është udhëzimi për mua, atë ne kemi udhëzim të vazhdueshëm, vetëm ado. Dhe kjo është mëshira Allahu xhalla xhelaluhu, se Allahu në fakt e do udhëzimin ton. Allahu na ka dhënë mundësinë që ne të udhëzohemi, por nëse ne jemi përcaktuar ta pasojmë djallën, shejtanin, atëherë është faji joni. Hoxh, një çështje që më intereson shumë, edhe mendoj se na nevojitet ta njohim dhe ta kuptojmë. Ne kur flasim për udhëzimin dhe për nevojën për udhëzim, a flasim për diçka krejt individuale, që përfitimet e saj janë tek individi dhe mbeten të një çështje mbyllur e tij, tek ai përkufizimi i zakonshëm që mundohet të përhapet dhe të ofrohet si ide që besimi është këtë diçka personal, ku njeriu t'i vyn në moment caktuar të lidhet me një superfuqi edhe këtu përfundon, apo udhëzimi është nevojë post individuale, në përmirësimin e tij është edhe nevojë shoqërore. A përkufizohet udhëzimi vetëm si nevojë individuale, apo ne kemi për qëllim që përmes udhëzimit të rregullojmë diçka më shumë se sa individi që është shoqëria? Padyshim, përgjigja do të ishte edhe individi vetëm, po të ishte fokus, është e nevojshme që të jetë i udhëzuar. Hoxh Blerim, ju e dini se njeriu nuk e ka vetëm këtë jetën e kësaj etapës që quhet dynja. Jeta ati, në fakt jeta është në ahiret. Është aty ku nuk ka vdekje, aty ku është gjatë, aty ku përjetohet gjithçka. Nëse duam të mira, atje janë. Por edhe nëse mendojmë për të këqija, prap atje janë. Gjitha këto që ne mund të ballafaqohemi prej të mira dhe të këqija janë, sikur të themi, një film i asaj ngjarje që ka qenë e vërtetë. Ne filmin mund ta shohim për 2 orë 3, ose aromë, fakt, ose ere këndshme, sikur këto ditë Ramazanit që gjatë ditës e ndim, por pa ardhi iftari nuk e kem ngrën akoma ushimin. Pra jeta është në ahiret. Mirë po, nevoja për udhëzim është kolektive pa kur farë dyshimi, sepse njeriu i udhëzuar gjithmonë është faktor në përmirësimin dhe stabilizimin e jetës të tjerëve. Pikërisht këtë e pata për qëllim. Tek e fundit, ne kur flasim haq shumë, kur hoxhallarët në çdo moment, kur mundohen njerëzit me ata cilët e kuptojnë vlerën e këtij udhëzimi, a do ta kuptojnë ata cilët që nuk janë të udhëzuar ende, ose që janë larg, ose që kanë dyshime, ose që kanë keq kuptime, a do ta kuptojmë se tek e fundit dobia e udhëzimit kthehet edhe te ata, sepse një njeri i udhëzuar do të jetë pikërisht i dobishëm për shoqëri, do të jetë i saktë, do të jetë i vërtetë, nuk do të bëj çrregullime, nuk do të bëj padrejtësi, do ta zbatoj orarin e punës, do të jetë preciz në pozitën që e ka marrë, i përgjegjshëm ndaj përgjegjësive që ka marrë kështu me radhë. Pra, a janë këtu një grumbull i nevojave që shoqëria e jon, ndoshta po flasim për shoqërinë tonë, shoqërinë përgjithësi, këtë botën janë të nevojshme për këto mësime për shkak të dobive të mëdha që u kthejnë atyre. Padyshim. Unë kam një frikë tjetër. Njerëzit kur përmendin këta pjesa të paudhëzuar, nganjëherë kam frikë mos ne
që e pretendojnë vetën të uzuar, si hoxhallarë dhe xhamatlije, gjithë të tjerët, mos ne jem shkaktar, sikur i paraqitemi atyre sikur ne fen Zotin e kemi bë për veti, ndërka që ju nuk keni hisa aty. Kjo është gjithçka që ne duhet, kjo është roli i thirrësve. Që t'ju tregohet se Allahu është afër ju. Edhe nëse ju keni arritur në largim për shkak të mëkateve, se në fakt ne në aspektin e distancës ti prapje në tokë, ti prapje afër meje, 2 metra në ndajnë mua dhe ty, edhe atë tjetën që po lëviz ndoshta në rrugë dhe nuk është në xhami ose në obor xhamis. Edhe ai që nuk ka xhiroj. Pra në familjet tona janë, në shtëpitë tona janë, ata janë këtu por largimin me Allahun e shohin, domethënë se pedja, muri ndarës janë mëkatet. Dhe shpesh ju duket se unë s'kam ku shkoj. Shpesh e dëgjon atë arsyetimin e tyre se dua edhe unë ndoshta të jem si ti, po i di punët e mia unë. E thot me një farë heshtje, pra sikur kam një farë sekretit keq që ti nuk ma din dhe unë e di. Unë e di, por edhe Zoti e din dhe s'kam qysh ti paraqitem ati me këto mëkatet e mia. Për këtë edhe ka ardhur thirrja e Allahu xhalla xhelaluhu, la taqnatu min rahmetillah. Mëshira e Allahut është e madhe, ju mos e humbni shpresën. Dhe unë kur përmenda edhe në atë pjesën e fillimit të udhëzimit, pse janë emrat e Allahut disa, por janë disa specifikisht, madje një emër në kuptim 2 emra me burim të njëjtë rahmetin. Ne e falenderojmë Allahun edhe e madhrojmë atë me Ar-Rahman Ar-Rahim. Nuk kemi thonë El Aziz El Ghafur ose El Aziz Dhul Intiqam. I fuqishmi ose i fuqishmi ose ai që hakmerët ose jo, mëshira. Domethënë me mëshirën e tij ne udhëzohemi. Fa bima rahmetin min Allahi linte lahum. Po dhe ti në thirrjen tonë o i dërguari i Allahut, me mëshirën e Allahut ke qenë i tillë. Me mëshirë kjo ka ndodhur. Edhe ti kur mendon se je në nivelin e detyrës si thirrës si hoxh, atë e ke bërë me mëshirën e Zotit xhalla xhelaluhu. Andaj mëshira nuk është për mua dhe për ty monopol, për të tjerët të jetë e pamundshme që ta arrijnë. Përkundrazi të gjithë jemi rob të Allahut. Madje nuk dua që ti motivoj njerëz për mëkatim, por nganjëherë të duket që Allahu me mëkatuesit, me gjunaqarët që i kthehen atij është shumë më i afërt se sa me ata besimtarët e denj. Saqë vetë ka thënë, po të ishin të gjithë njerëzit të përkushtuar në fe, maksimalisht Allahu do të krijonte një popull tjetër që i mëkatojnë, i kërkojnë falje dhe t'i falë ato. Dhe ju në fakt e din që ne edhe në këto net e përsërisim shumë këtë lutjen e famshme, o Zot, ti e falës, ti e do faljen, më falë edhe mua. Andaj falja është dëshirë e flaktë e Allahu xhalla xhelal. Ne është e nevojshme ta arrijmë këtë udhëzimin pa vdek, para s'ka du afati i vdekjes. Natyrshëm që sa më herët që jem të udhëzuar, jeta jonë individuale dhe shoqërore, jem atë që e përmend, më dobishëm, jem më korrekt, jem respektues të rendit juridike, fetare, policore, ekonomike e tjera, njeriu mjafton për shembull çdo dukuri negative që përmendet në gjitha shoqëritë e botës, imagjinoj feja është kundër tyre. E tash natyrshëm që udhëzimi është. Allah shpërbleft e bukur shumë, sidomos pjesa ku gjunaqari i cili kthehet me zemër të thyer është më i dashur te Zoti se sa ndonjë adhurues i cili mendon se adhurimi i tij domthonë e ban kryelart ose e ban të jetë i vetkënaqur. Po ndoj se temat e tilla, trajtimet e tilla kanë nevojë në kohë shumë më të gjatë, por me që jemi në kohën e kufizuar, muajin e adhurimeve, muajin e po themi shfrytëzimit të gjitha këtyre mundësive të cilat ti përmende, sidomos në pjesën e fundit të shfrytëzimit të mëshirës së madhe, për shkak se është muaji i mëshirës, shfrytëzimit të faljes, për shkak se është muaji i faljes, ne do të mundohemi që ta kufizojmë edhe ta përmbyllim emisionin për të lënë hapësirë dhe për të lënë radhën secilit aty në cilët na kanë përcjellë, na kanë qenë bashkë me neve në këto minuta që
të i shijojnë frytet e asaj të cilën e kanë dëgjuar. Andaj besoj se kaq është koha jonë për në fund ndonjë këshill dhe porosi për të gjithë shikuesit tanë. Faleminderit tani herë për ftesën dhe për elaborimin dhe në fakt në përgjithësi me të gjitha emisionet, por edhe me këtë të pasiftarit që na keni fresku në vazhdimsi gjatë këtij Ramazani, sepse nëse sonte jam musafir në 29 net tjera të Ramazanit, jam shikues, kështu që jem përfitues të gjithë nga ju dhe kolegët që i keni musafir në mënyrë të vazhdueshme, por atë që dua ta them, udhëzimi është gjëja më interesante që kemi në jetë. Po e patëm udhëzimin, vdekja është e lehtë, smundja është e lehtë, fukarallëku është i lehtë. Po e patëm udhëzimin, gjithçka prej të këqijave në jetë janë të lehta. Po e patëm udhëzimin, gjithçka që është e mirë do të di me shfrytzu, nuk do të bëhemi tiran, nuk do të bëhemi mendjemdhej, nuk do të kemi pozitë, por do ta shfrytëzojmë në mënyrë më të mirë, do të kemi pasuri, do ta shfrytëzojmë në mënyrë më të mirë, do të kemi shëndet, do ta shfrytëzojmë në mënyrë më të mirë. Pra, kudo që është udhëzimi, atë do ta kemi më mirë. Dhe po mbyll me thirrjen e Allahut në hadithin kutsi, kullukum dallun illa man hadaytu fastahduni ahdikum. Krejt jeni të humbur, edhe ju hoxhallarët jeni të humbur, të devijuar. Innal insana lafi khusr. Njeriu ai po i devijuar je, illa alladhina amanu wa amilus salat. Krejt jeni të humbur, përpos atyre që unë, thot Allahu, i udhëzoj, por mos mbetni te kjo që ta thoni unë s'qen kam pranë listën e tij. E kundërta, festehduni. Gjeni rrugët e udhëzimit, gjeni se ato janë, ja kam lënë hazër, ehdikum, unë ju udhëzoj ju. Allah shpërblet. Amin inshallah. Shikues të dashur, kërkoni udhëzimin. Udhëzimi është i gatshëm për secilin që e kërkon. Kërkoni udhëzim, sepse kemi një Zot i cili e don udhëzimin ton. Na thret për udhëzim dhe na e ka ofruar të gjitha kushtet dhe mundësitë që jemi të udhëzuar. Ramazani të mos kaloj pa qenë të udhëzuar, e pa qenë të falur, e pa dalur në fundin e tij të përmirësuar. Deri në takimin tjetër, mbetshit në mëshirën e Zotit.